Edhe me atë rol me planuti me qenë pjesë e këtyre reality show-a, kishim pas shansa në të ardhmen me të pa? Nuk du me thonë kur, se është bajat me thonë kur edhe nesër me shku, nuk i pilqej fjallin kur, fjallin së m'hapolla, fjallin së manin, adin nuk thëm kur, po nëse unë atë shpi marim pjesë po ku 6 artist, po, me dëshirin më të madhe. Por ashtu se unë nuk muj me shku qështu qësh jam, edhe jenë aty disa vajza që i kanë disa skena që unë nuk shëndrejnë që ato skena. Abdin, do më thonë... Veç se përderi sa s'ki pranu, deri tash i bjen që s'ka pas artist mjaftushëm aty brenda, apo jo? Unë një format që më ka pëlqy, kur ka qenë Artani, kur ka qenë Adri dhe Liriana, po flasë për njerëz një staze pak ma familjar, jo pse këta e në këqe. Po e në qika të reja, pak komplekse që e dojnë një pik ku po dojnë me më rri, po unë e qatë pik nuk kam qef me shku. Kështu që nuk e di cili format edhe cili audicion ka qenë, kur kanë qenë Artan Thaçi, djali i legjendës Cimës, Ana, Getinjo, edhe kush ka qenë dikush. Do më thonë, që këtë format unë ka pëlqy, kanë qenë ata dy djemë të këngëtarë më ndej, a kupton, për ndryshe, unë i kuptoj edhe ata që sot so ma shumë me bo buj, lojkat po të vinë dhe po të vinë parët, po... Letë mbesim të fama, qëka të ka marë fama dhe qëka të ka jobë? Fatmirësisht, elit e ku menagju këgja mirë që nuk i ku mdonë shumë famës. Unë jam prej, mos tonë prej aktorëve se i bjen që ata tjerë s'jon, po unë e kom rrita dënanin bashkë me famën. Unë nuk e kom problem sot, unë shpesh vin në televizion në TV, edhe takona me njerëz, shpesh pi kafe edhe me studenta, edhe kur njetë nuk më thonë që unë jem komedian edhe tash duna me najtë mbyllë në për podrume, edhe mu shfaq fesh në për intervista, por në për emisione. Nuk i kum leju kur famës me marrë diçka, por veç që ma ka marrë kohën që nuk jem kanë prezent ofër familjes. Po ndryshe nuk i kum jep shumë. Deshta me gjetë edhe një video, nuk e di sa po mëj me gjetë tash, por ishte ti tu i këndu dhëndrit. Dhëndrit, po. Edhe më lavë shumë për shtypje teksti. I nevoj që unë ta gjoj. Hajde. I nevoj ti me... Hajde të regoma tekstin pak. Tekstin, kur e kom ba, sanet e bukra zakonisht lindin aty për aty, edhe tekstin kur e kom ba, e kom mendu, qka dhëndri, unë metafor ta zhvum prej nusës. Nusja nuk e len me dorë me shok, jam shirë Snapchatin, Instagramin, diskotekën, edhe zakonisht lidhet rima gjithmonë, kaj mërdhanër, kaj me za, diskotekën s'kemi pa ma, kaj me za se shok s'kemi pa ma, Snapchatin, po tash oferta kom shumë në Shqipëri, edhe kjo kanë gjdo këtë shumë interesant. Edhe kur po më thrasin në Shqipëri, po më thojnë, po sa zgjati ma të këngën tëne? A pëtin? Për thonë, po në kom një 30 minutë që edhe me humor. Okej, po kur përshkoj zakonisht për pyti se puna dialektit, edhe me mira ke një anë Tiranë më tha, unë të marrë vesh për tjerë ty më stanin. Edhe ke shumë e bukur. E po ju do këtë interesant,